Mi mbrëma në gjira me syqin. Gjatë kësaj vere të nxehtë ka ndodhur shumë ngjarje dhe ngjarja që ka sunduar lajmin kryesor është protesta, e cila filloi për flamingot, po tash i ka përfunduar në një revolucion që bërtasin ka 3 muaj revolucion, po revolucionet fakt bota i ka bo, nuk ka ne të thonë revolucion, po ka përmys edhe ka marru punë, mas ne çka ndodh mas revolucioneve, gjithë e dim, ndaqën revolucioni francez që u vu gjetina 24 orë 7 në shesh, ndaqë revolucioni tetorit, ndaqë revolucioni jon, që si ishte revolucion 46-ën, pra këtë eksperiencën pastaj mos folim për revolucionet e Haxhi Kamilit, edhe revolucionet e pas 90-s Haxhi Kamiliste që fatkeqësisht nuk mungojnë as çalmat, as xhallaret me e beku këto lloj revolucionesh. Po ashtu do të flasim dhe për gjuhën e dhunës, që kjo është më e rëndësishme se kjo revolucion. Dhe gjuha dhunës, urrëtia, nuk shko fare kur përmend pastaj në rreth ato pankartat e flamingo. Ku donin flamingot dhunë? Flamingot janë brishta. Pra, del që nuk kanë lidhje me flamingot këto njerëz, bilës ju garantoj që pjesa më e madhe nuk e din që është flamingo. E kanë përsërit dhe herë tjetër i pyet ku rri flamingo, njëri thot rri ke shtëpia e Diramës, tjetri thot rri në Peqin, tjetri thot rri këtu, domosdoshmë nuk e kanë idenë. Megjithatë, popull janë kudo, por ato që drejtojnë një vend janë elitet, dhe ajo çka unë mendoj që i ka mungu historikisht Shqipërisë, preashton një periudhë të rilindjes dhe nga viti 43 që kishte ca përpjekje, që kanë qenë mini minorancë dhe përpjekjet me grupin e deputetëve dhe pastaj në 67-ën dhe përpjekjet vogla që nuk kanë arrit të ngjizin në ADN-n ton kombëtare. Nuk kanë arrit ngjizin sepse ne na mungon kultura e dialogut, na mungon mendimi, na mungon forca e elitave, na mungon ndërgjegja për pas shtet. Pra, historikisht kemi përdor shtetin për të marrë, për ta përdor si kazan çorbe, merr lugët, hik, kush vjen mrapa, dhe kjo ka ndodhur, duhet të pranojmë këtë realitet në fillim që pastaj të fillojmë dhe përmirësojmë ne jo. Për këtë kam derën të flas sonte me mikun tim Alban Dudushi. Alban, mirë se ke ardhur. Mirë se të gjeta, si gjithmonë është kënaqësi të jemi bashkë në këtë bëra e dytë që vi në xhiro me ty. Po, unë s'ta kam thuj vizitën, akoma neshin e kthimit. Do e bëjmë patjetër ndeshjen e kthimit. Alban, ti jeni gjove parantezën që bona, po unë do ta filloj ajo që më shqetëson më shumë se protesta, sepse protesta është një drejtë kujdo, por unë do të kap ca gjona principale. E para, si që keni vënë në rreth dhe ju, dhe dje kisha një shkrim për këtë, në protest dalin dhe flasin gazetarë, të cilët pretendojnë që janë gazetarë investigativ, janë analist, dhe hypin ke shkalla dhe morin mikrofonin dhe me një histeri, më shumë se histeria e protestuesve, kërkojnë përmbysje, kanë të drejtën e vetë, absolutisht. Por me standardet e gazetarisë botërore, ai nuk mund të jetë më gazetar. Ose të paktën sy tuaj nuk mund të jetë më i besueshëm. E ka humbur kredibilitetin. Ndërsa në perëndim ai direkt nuk hymon në atë media. Mi po këtu kemi një problem që mediat shfrytëzojnë tallavan. Pronarët e mediave kanë shfrytëzuar politikën, pronarët e mediave kanë shfrytëzuar politikën për të marrë tendera, për të marrë privilegje, për të marrë prona. Dhe këtu është gjithë ngërç që ne nuk kemi, mendoj unë, fjala është për ju, mendoj që ne nuk e kemi kriju akoma median si pushtet 4. Domethënë media nuk e ka, jo s'ka integritetin, po është bo pothuaj njësh me këtë politikë 30 vjeçare.
Fjala për ju. Shiko, unë e lexova shkrimin tënd dje, domethënë, edhe vetëm duhet, domethënë, shkrimi që ndron në thelbin e shqetësimit i, po duhet bëj vetëm një korrigjim të vogël. Domethënë, nuk është fenomen i panjohur që gazetarët, njerëzit publik, ata të cilët merren me median, të mbajnë qëndrime të tyre të caktuara, apo jo. Edhe ti në emisionin tënd, në këtë podcast, mban qëndrimet e tua, të cilat janë bindjet e tua me të cilat flet. Dallimi tek ata të cilët marrin mikrofonin prej gazetarëve, prej atyre që punojnë media, që dalin dhe marrin mikrofonin në protest, është që ata janë reporter, janë ata që raportojnë nga terreni. Dhe këtu presupozohet që përtej bindjeve tua ti përçon atë realitet që shikon me sy në shesh dhe atë transmeton. Në momentin që ti bëhesh njësh me atë që ndodh në shesh, atëre vetvetiu të humbet besueshmëria sepse ti je një pjesë e asaj që po ndodh dhe nuk je ai që vëzhgon atë që është duke ndodhur. Ky është parimi, po. Dhe këtu ka një problem deontologjik të profesionit. Po them, është e famshme dilema e fotoreporterit të Vietnamit që shikon një fëmijë të plagosur dhe çfarë duhet bëj, duhet ta fotografoj apo duhet t'i japi ndihmën e parë. Domethënë kjo është ajo çfarë, nëse duhet t'i japi ndihmën e parë, ai nuk është më fotoreporter, duhet ta lërë aparatin më njan, nëse do lëri aparatin më njan, nëse do bëj fotoreporterin, atëre fëmia dhe mund të vdes. Kjo është dilema që duhet zgjidhur, por ama duhet zgjidhur duke marrë një anë. Dhe këtu them që ke të drejtë. Pra, nuk është puna se këtyre gazetarëve u hiqet e drejta e profesionit në pafundësi, por ata vetë e pezullojnë të drejtën e tyre të profesionit, për sa kohë vendosin me të drejtën e tyre prapë që të jenë pjesëmarrës në protest. Këtu e shikoj unë dallimin e asaj që ndodh. Kështu që, po natyrisht kjo protest, ky revolucion ka trazuar shumë ujëra dhe shumë shpirtra, domethënë në kuptimin e ndarjes, e atyre që janë pro, atyre që janë kundër, atyre që kanë qenë entuziastë dhe janë zhgënjur me kalimin e kohës. Tani po bëhet dita e 46 e protestës dhe janë zhgënjur nga ajo çfarë ka ndodhur aty. Me thënë të drejtën, unë fillimisht kam pasur një lloj entuziazmi për protestën, sepse debatet tona her pas here ka qenë, ore, në këtë vend qytetarët i nxjerrin rrugë vetëm partitë politike, si ka mundësi që nuk ngrihen vetë qytetarët për çështjet tyre, për probleme të tyre. Por e vërteta është që në fillim protesta u pa që ishte e vërteta ajo dhe ata e pohojnë që flamingot ishte thjesht një detonator, domethënë, dhe në fakt protesta me kalimin e kohës u bë një basen i madh i, le të themi, lloj-lloj pakënaqësive që kanë qytetarët, edhe individuale nuk ishin, pra, që kanë qytetarët e një vendi, domethënë, dhe ata mund të jenë në Shqipëri, mund të jenë në Itali, mund të jenë në Gjermani, mund të jenë në Skandinavi, mund të jenë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kudo qytetarët janë të pakënaqur në këtë lloj kuptimi me realitetin. Kudo ka protesta në botë. Kudo janë dhe të pakënaqur me realitetin e tyre. Dhe ky lloj baseni e ushqeu protestën dhe njerëzit vajtën dhe shprehen atë mllef që ata e kishin për shkak të përvojës personale. Nga ana tjetër, besoj që rreth 95% atyre njerëzve që janë në protestë nuk është se kanë pasur punë direkt me qeverinë. Ja. Ata kanë përvojat e tyre personale, kush me mjekun, kush me zyrtarin e bashkisë së zonës, apo ku diun kush është ndarë me burrin, kush është ndarë me burrin, apo kush tjetër se me policin, apo me çdo zyrtar i cili, dhe kjo duhet thënë për hir të vërtetës, i cili në momentin që merr një çelës në dorë, nuk e kupton që është aty për disa shërbime që për qytetarin janë automatike dhe duhet i japësh sa atë detyrë ke. Po her pas here dhe ne kemi këtë lloj mentaliteti bejlurçine. Domethënë, ai që futet në zyrën e shtetit dhe zë një vend, qoftë edhe karrigen më të ulët atje, i duket vetja sikur është mbi atë që i vjen përballë dhe që ka një hall. Dhe kjo natyrisht krijon revolt brenda vetes. Kështu që janë të gjitha, besoj unë, këto lloj akumulimesh që ekzistojnë tek ajo protestë për hir të së vërtetës. Tani aty për mua ka një problem tjetër, sepse
I kam dëgjuar shpesh dhe kam dëgjuar gjatë gjithë kësaj periudhe kategori estetike për protestën, protesta më e bukur, domethënë kjo protestë e cila i dha fytyrë tjetër Shqipërisë etj. Domethënë, okay, këto që ndrojnë dhe janë brenda një entuziazmi romantik të gjës, por Elias Kaneti në masa dhe pushteti dhe mua në kohën që ashtu protesta jam rikthyer Elias Kanetit, i cili ka bërë një vepër të jashtëzakonshme për sa i përket pikërisht kësaj, se si grumbullohet masa në një shesh, se si njerëzit e humbasin, neve kur jemi me njëri tjetrin në ashensor, ne evitojmë edhe ta shikojmë në sy njëri tjetrin. Ndërkohë që kur jemi në një turm, neve na pëlqen të jemi të ngjitur me njëri tjetrin, të jemi sa më afër, ta humbasim atë hapësirën tonë të privatësisë dhe të shkëlqyemi në një hapësirë më të madhe që është ajo e turmës. Dhe Elias Kaneti thotë që masa është gjithmonë si thua, me ankthin se do të shpërbëhet. Dhe duke qenë me ankthin se do të shpërbëhet, ajo gjithmonë tenton të zgjerohet. Mirë po zgjerimi i saj në një moment dhe merr çdo gjë që ka, domethënë që i vjen, e fut brenda vetes. Mirë po në momentin që ajo fillon zgjerohet, atëherë fillon dhe armiku i saj, sepse pikërisht zgjerimi fillon dhe bën pastaj shpërbërje nëse ajo nuk kompaktsohet, nuk arrin ta kompaktësoj veten e saj. Dhe kjo protestë për mua këtu në këtë pikë është që nuk ka arritur të kompaktësoj veten e saj. Dhe nuk ka arritur ta kompaktësoj veten e saj sepse ajo që kemi thënë që në fillim që ti mund të kesh çdo lloj njeriu aty brenda dhe ti mund të thuash që transversaliteti nga e majta në të djathtë, nga myslimanët tek katolikët, tek ortodoksët, tek tek ata që besojnë tek Perëndimi apo tek ata që besojnë te lindja ne I kemi të gjithë brenda. Po kjo përbën një konglomerat, kjo nuk përbën një masë reale e cila ka të drejtën gjithë secili të dalë të marrë mikrofonin, të thotë atë çfarë do të thotë, sepse ne pastaj dëgjojmë broçkulla. Pra, ti masës duhet I japësh një përmbajtje. Ti masës duhet I japësh një arsye pse vazhdon aty. Të thuash vetëm që të iki Rama jep dorëheqjen, Rama në burg, Berisha në burg nuk e thën asgjë sepse kjo është dëshirë, nuk është politik. Puna është se si këtë gjë e kthen në politik dhe ata nuk kanë arritur ta përkthejnë në politik këtë histori. Pikërisht se këtu e nisën, domethënë sepse edhe revolucionet që janë bërë që përmendohen, e janë kthyer në politikë sepse para se të fillojnë kanë pas një doktrinë, kanë pas një ideologji, kanë pas një program, kanë pas një qartësi. Kurse këta kanë dalë thjesht që ka drejt të revoltohen njerëzit, padyshim, që ka padrejtësi, padyshim, korrupsioni, shërbime. Po kjo është pra njerëzit, domethënë korrupsionin e madh njeriu të zakonshëm në mënyrë të tërthort e prek në xhep. Atë e prek në xhep ai duti I vogël I xhepave që është tek zyra, ai që kërkon 2.500 lekë. Kjo e revolton atë. Korrupsioni I madh I bashkëngjitur me këtë e bën të shpërthejë. Ja, kjo si çdo se korrupsion ka edhe në Amerikë, ka edhe në Gjermani, ka në gjithë botën, po e shohim. Të tregoj një rast të fundit në Itali në Rom. Isha javën e kaluar dhe ma treguan këtë. 20 vjet ishte një projekt për të bërë një akuarium më I madh I Italisë, do të bëjë nën tokë diku në një zonë shumë të rëndësishme të Romës, nën tokë atje. Miliona euro të hedhura nga Bashkimi Evropian, miliona euro të hedhura nga qeveria italiane, përfundimisht kompania e cila I kishte marrë përsipër, kishte shpallur falimentin para 2 javësh, 3 javësh në mos gaboj, dhe gjatë 20 viteve me gjithë këto miliona euro të hedhura kishte bërë 20-25% të volumit punës që duhet të bënte atje brenda. Dhe natyrisht një skandal dhe një korrupsion që njerëzit e shikonin me sy të lirë se çfarë po ndodhte aty. Por edhe italianët ankohen shumë, ti besoj ke pasur rastin. Por ama kur vjen puna tek ai zyrtari I vogël që ata kanë përballë, zyrtari e ka të qartë se si duhet sillet me qytetarin. Nuk sillet me arrogant. Këtu ke drejtë edhe roja sillet me arrogant. Edhe roja. Don çiska. Megjithatë ka edhe një gjë që ne kërkojmë diçka sterile, në një kohë që vetë bota nuk është sterile. Dhe kështu ka qenë, kështu do të jetë. Është proces gjithmonë. Riprodhohet vetë demokracia është ushtrimi I përditshëm, nuk është që e arritëm demokracinë që ne asa kemi filluar. Unë kam disa nga miqtë mi, syçot të cilët janë entuziastë dhe vazhdojnë të jenë me idenë e revolucionit, madje janë aktive dhe me shkrime me revolucionit, të protestës. Të biem dakord. Janë aktive dhe me shkrime. Protesta mos s'ka revolucion. Janë aktive dhe me shkrime se si duhen bërë gjërat në Shqipëri etj. Dhe
kjo çështje që gjërat duhet të jenë të pastra, duhet të jenë të kulluara, është një gjë ideale që vlen, domethënë nuk diskutohet, po debati është pikërisht ky. Komunizmi e kishte këtë idealizëm. Ne jemi në demokraci ku shpresojmë të vetë rregullojnë gjërat sepse i tillë është sistemi. Pra ne krijojmë mekanizma të cilat korrigjojnë sistemin kur ai gabon her pas here dhe kështu ecën përpara. Kështu kanon gjithë botën. Kështu që është shumë mirë që ti të kesh idealen parasysh, por është e rëndësishme të kuptosh edhe praktikën, edhe realitetin. Kështu që edhe në përgjithësi këtë idealizmin puritan e ka njerëzit të rrezikshëm dhe ka vërtetuar historia, sepse njeriu dhe mrena vetvetes, ne kemi jetuar më keq se gjithë. Për hir të vërtetës, partia s'bë kur gabim idealizmin puritan e kanë njerëzit e rrezikshëm jo se e besojnë, po se e shesin. Bravo. Ata e shesin të tillë dhe prandaj janë të rrezikshëm. Në këtë drejtim. Dhe këtu desha të them këtë. Për ndryshe janë fanatik si talibanët. Sot unë nuk justifikoj absolutisht asnjë lloj korrupsioni, edhe një cent vidhet nga shteti, edhe policin që sillet, edhe aty megjithëse me policë këtu kemi pasaj një hak shumë të madh, nuk mund të ketë policë më të urtë se këto shqiptar. Ti ke parasysh policët e Amerikë? Po në Amerikë, në Gjermani e kudo, po në Francë. Ti mund të bish policit, po boje sapin mirë kur ti bish. Do marrësh parasysh pasojat. Ti mund të vesh flakën në rajonit policisë, po boje sapin mirë. Do marrësh parasysh pasojat. Se e pejti që ndodhi në Ohio kur u bën revoltat e këtyre me ngjyrë. Black Lives Matter. Po, Black Lives Matter. Dhe kur dojën në rajonin e policisë janë arrestuar 200 e ca vet. Absolutisht, sepse dhe nuk shkojshin senatorët, dhe nuk shkojshin senatorët dhe kongresmenët, siç këtu që shkojnë senatorët dhe kongresmenët e opozitës, që i bëjshin presion lironin nga burgu policëve. Pa e kanë fajin policia, nuk e kanë fajin këto. Se policia, ajo policia do jetë nesër për ty prap. Çfarë do bëjmë? Domethënë është një logjikë që është lidhet me kulturën tonë. Por ajo që desha të shtrojnë është kur Shqipëria me hapat vegjël në BE pranun dje u mbyllën 3 kapituj. U mbyllën 3 kapituj. Në Stamboll, në Ankara, u konfirmu që takimi tjetër i NATO-s do bëhet në Tiranë. Me hapat vegjël, me qindra probleme. Por a duhet ne të përmysim gjithçka? Pra, a duhet përmysim gjithçka, apo duhet bëjmë atë që thatë jo që është proces, duke korrigju vetën, Dhe këte rrugë, e dim gjithë tash, dini shumë mirë, gjithë dim se nuk duhet të jesh në filozof i madh, e gjithë bota e ka bënë nëpërmjet një procesi të gjatë, ka hapim Anglinë. Ka 800 vjet që e ka ndërtuar këtë rrugë dhe prap ka probleme. Ne themi ka pare korrupsioni, pare trafiku këtu. Po ti e di shumë mirë se ke qenë në Londër. Londra s'ka pas as 2-3 grada qela, tash janë boj 100 grada qela. Kush i boni? Oligarkët rusë, arabët, kanë mbledhë Premier League. Gjithë parat që duhet të vinë dhe duhet të mbeten aty brenda. Po nuk është vua alarmi. Pra, problemi është si të kanalizohen. A duhet ketë një transparencë për ndërtimin, për urbanistikën, për venet, për shembull, unë jam edhe për Zvërnecin, fal që po të pres, që duhet bëj një transparencë, gabim qeveria, duhet bëj një transparencë. Në zemër të Korçës, një diamant i rradh shkëlqen në kurorën e trashëgimisë, kulturës dhe serenatave, Villa Ebel. Një vend ku eleganca takon historinë, ku shija bëhet përvojë dhe çdo detaj flet me finesë. Qoftë për një drekë të veçantë, një darkë romantike apo një natë që nuk harrohet kurrë. Nëse vjen në Korçë dhe nuk ndalonte Villa Ebel, ke humbur një pjesë të magjisë së saj. Villa Ebel është një dhe mbetet e vetme. Se kur bë transparencë nuk i le tjetër. Edhe ajo që ndodhi pse me tela deri në det, i teket një siç këtu besoj çet kastratit këtu besoj unë ka një domethënë te kjo çështja a duhet ta përmbysim gjithçka etj etj. Domethënë sepse ka një debat dhe në lidhje me këtë, po unë besoj që avancimi drejt Bashkimit Evropian nuk do të thënë që ne ta pezullojmë demokracinë përkohësisht, të vazhdojë kjo qeveri kështu si që është pa folur, pa bërë, vetëm se kjo ka premtuar do na fusi. Kjo është afërmendës që nuk mund të ndodhi, siç nuk mund të ndodhin ato përmbysje që kërkojnë ata atje. Pra të dyja anët janë të pamundura për tu bërë.
Po duhet të themi një gjë dhe ma kujtove edhe me këtë punën e Brukselit dje, se dëgjova dhe kryetarin e Partisë Demokratike zotin Berisha që për turp të vetë edhe të asaj opozite që ka mbetur opozita zyrtare. Dhe me që e solla dhe një nga arsyet që kjo qeveri sillet kështu është edhe pse ka këtë lloj opozite. Në ditën që domethënë nga një anë po mbylleshin 3 kapituj dhe zyrtarët e Bashkimit Evropian kishin fjalët e tyre të mira për punën e Shqipërisë, sepse kjo qeveri përfaqëson Shqipërinë atje, ai në një summit tjetër del dhe thotë që ne duhet ngrëmë një komision për narkoshtetin më të rrezikshëm të Europës. Domethënë kjo lloj gjuhë është nerva ngritse dhe unë nuk e kuptoj. Unë më shumë se me Berishën ngrihen nervat me ato që ngjen Berishën dhe nuk reagon njëri. Berisha dihet është. Ata janë stërvitur. Po domethënë kjo është ajo që mua domethënë nuk e kuptoj se vetes nuk i shërben, partisë ti nuk i shërben, kujt i shërben në këtë lloj forme dhe në këtë lloj gjuhë. Dhe ka kaq kohë që duhet ta kuptoj që nuk i shërben kjo mënyrë. Nga ana tjetër, një nga arsyet që unë isha entuziast në ditët e para të protestës, të kuptimin që domethënë nuk thash kurrë një fjalë të keqe për protestën, kam qenë në debat përballë me përfaqësuesit e ambientalistëve, i kam paralajmëruar ata që çështja e ambientit është në periferi të kësaj proteste megjithëse ka dalë në qendër, sepse në Shqipëri njerëzit të cilët ja lën plerat komshiut te dera, i mbushin lumenjt me plera, domethënë në një vend ku edukata ku i hodhin nga kati 7, ku nëpër plazhe i ke pa ju ke qenë Greqi, ke qenë Itali, i ke gjithë kazanat mbyllur. Këtu i ke plerat kështu rrëshqonë. Në vende ku edukata e pastërtisë qytetare, jo më edukata mjedisore është e ulët, domethënë mjedisi mund të bëhet një lloj shkaku, po nuk është ai thelbi i problemit. Dhe prap, e kemi dhunu në mjedisin ose kemi se tash ti po ti hysh, se do ta them këtë, po ti hysh të gjithë Bregdetit. Hajde ti kontrollojmë gjithë ndërtimet, kush i ka? Që nga Durrësit deri në Ksamil. Kush i ka? I kanë dhe ata që janë protestë ose njerëzit aty që janë protestë. Bile si kanë dhe ata biznesmen që japin pare për protestën. Natyrisht, kjo gjë tani është bërë një lojë e madhe si Stambolli i luftës dytë botërore ku agjenturat gëlonin. Po, e kanë fjalën që domethënë ideja ime dhe shpresa ime ishte kjo që kjo protestë do të ngjizte një opozit të re në Shqipëri, një opozit që do të sillej ndryshe, do të kërkonte disa gjëra që janë thelbësore për demokracinë tonë dhe thelbësore për ta hapur sistemin nga ky sistemi mbyllur dypartiak që ne kemi tani. Dhe kjo ishte shpresa ime në momentin e parë të protestës. Por duket që me hile apo me naivitet ata nuk e patën në vëmendje këtë. Po të shikoje gjatë gjithë kohës të protestë ishte shpreha që protestën e drejton populli, këtu nuk ka parti politike, neve nuk kemi pse ne nuk kemi pse nxjerrim përfaqësues dhe pastaj dalim te idiotësirat që do e rrëzojmë qeverinë në shesh, do rrëzojmë parlamentin në shesh, do e zgjedhim parlamentin nga sheshi, do e zgjedhim qeverinë nga sheshi, do e zgjedhim presidentin nga sheshi, do bëjmë një grup WhatsApp dhe kush është patriot dhe s'ka pasur dashnore të vije dhe të bëhet pjesë e kësaj proteste. Po domethënë është krijohet një lloj çmendurie pastaj sepse natyrisht që ne nuk presim nga elementet një të protestës që të jenë të gjithë të stërvitur me politikën, por disa njerëz duhet të jenë më politik, të cilët i japin këtë produkt. Dhe këtu dështoi për mua protesta që ta arrinte një mision që duhet ta arrinte. Ata mund të mburren që kanë arritur fitore në këtë vend. Një fitore mund ta them, një fitore është pikërisht kjo që njerëzit e kuptojnë që është shumë kollaj të ngrihesh dhe të bëhesh i zëshëm me qeverinë. Një fitore e protestës është që ti ta detyrosh kryeministrin Edi Rama, ministrat e qeverisë, deputetët e mazhorancës që ta kthejnë veshin nga ty dhe të marrin më seriozisht se ç'kan marrë deri tani dhe madje të thotë kryeministri që edhe po kam ngritur një grup pune që po mban shënime për ato kërkesa të protestës. Pra, këto janë fitoret protestës. Jo, edhe që shkundi gjithë këtë klasë politike, domethënë që ishte as me një fitore e protestës është që e ka nxjerrë jashtë loje komplet opozitën shqiptare. Problemi i madh është që sepse un besoj që gjërat nuk lejojnë
natyra, mënyra se si funksionon kjo botë, asgjë nuk mund mbetet bosh. Domethënë vakumi gjithmonë do të plotësohet me diçka tjetër. Detyra e rëndësishme atyre të cilët e zbrazin një hapësirë të caktuar është ta mbushin me një produkt që është më i mirë se sa ai që ishte. Se përndryshe do mbushet dhe mund bëhet më i keq. Dhe elementet e më të keqes ne i kemi parë dhe te kjo protestë. Dhe është dhe ajo që thua ti pak më parë që ka të bëjë me dhunën, me gjuhën e dhunës, që ka të bëjë me një mentalitet totalitar komunist o fascist do e thosha unë, sepse nuk e ndan dot sepse në këto pika komunizmi dhe fashizmi do t'ja marrim pasuritë e kthejmë popullit. Ngjajnë me njëri tjetrin maksimum. Fal, po dhe bukur është që pretendojnë që janë të djathtë. Dhe në protestë ku përdoret kjo gjuhë merr pjesë dhe i djathtë ja grën shehaj. Domethënë me një lloj talebanizmi kulturor të tmerrshëm, domethënë çdo me thënë që ti të marrësh dhe të varësh në përmure fytyrat të artistëve shqiptar, të këngëtarëve, të muzikantëve, ti vësh dhe nga një kryq dhe ti thush këta abandonojini, mos shkoni në koncerte, sulmojini. Ç'të drejt ke ti zotëri, unë ty s'të pengoj, as nuk të mallkoj, as nuk të anatemoj, as nuk të masigjoj që del në protestë. As që ti të rrugëve. Ç'të drejt ke ti të më vish mu në kafe, tu pi kafe të thosh çohu nga kafe. Çohu nga kafja. Është më e vogla gjërave, por ke të drejtë sepse të gjitha gjërat duke u bërë bashkë, të gjitha gjërat duke u bërë bashkë tregojnë fakt që nuk është siç her pas here përpiqen ata që dalin në për televizione si mbështetës apo si përfaqësues protestës, her pas here kur ka gjëra që janë të pambrojtshme thon, po jo, kjo nuk është e protestës, kjo nuk përfaqëson protestën. As kjo tjetra nuk e përfaqëson protestën, as dhuna nuk e përfaqëson protestën. Por të gjitha gjërat të bëra bashkë tregojnë që nuk është një frym, nuk është përfaqëson protestën sepse gjuha e dhunës në protestë nuk është siç thonë këto nga disa elemente. Nuk është sporadike. Është në korr. QRB, QRB, TTB, është në korr. Do të varim litar, domthonë nuk më shqetëson më mu fare, edhe arkivoli, edhe këto. Problemi është shof çamënësie dhe kjo mënsi pastaj kthehet në gjuhë rretje që ti e di shumë mirë. Se je një republik, si gjithë ne, problemi është që ti e sheh këtë gjuhë rrjetje pastaj në rrjetet sociale dhe nuk më shqetëson as gjuha rrjetet tyne, më shqetëson psikologjia e këtyre njerëzve që kanë një rrjetje pa shkak. Dhe du ta diskutoj këtë. Përse unë duhet kemi rrjetje se ti Alban mendon ndryshe nga ato proteste. Përse ti Alban nuk duhet kesh urrëtie për këto proteste. Domethënë çfarë ndodh? Ta shpjegon Kaneti dhe unë nuk po flas me fjalët e mia tani, po flas përsëri me atë që thot Elias Kaneti, i cili thot protesta duke qenë masa, duke qenë paranojake, çdo element që e shikon të ndryshëm ose të kundërt, natyrisht që tenton të asgjësoj, sepse e shikon si të rrezikshëm për ankthin që ajo ka për shpërbërjen e vet. Kështu që në këtë lloj kuptimi mos prit nga protesta që të jetë mirë kuptuese me ata të cilët qoftë edhe qëndrojnë neutral ndaj saj. Kjo është në natyrën, ata janë në frymën revolucionare. Nuk ke ç'i bën njerëzve të zakonshëm. Jo vetëm ata. Puna është filtrimi ti ke gjithë, dhe ke edhe këta emigracioni famshëm, shpëtimtarët e Mërgatës. Po janë atë frym janë, në të protestës janë. Si ka mundësi më të rrish 40 vjet, 50 vjet në Amerikë, në Gjermani, në Itali, ku diun vendet, edhe atje ka protesta, edhe atje ka kundërshti. Por që të urrehesh, që të hysh Alban Dudushit, a X-it, a Y-it, a Lirit, a ku diun, të hysh me non, me bab, me grube, do ta bëjmë këtë, do ta bëjmë atë, do të them një gjë. Më shqetëson si gjendje e mbrëmshme dhe psikologjie e këtij mileti, se as popull s'më jeton. Për mua kjo referenca që ke jetuar kaq vite në perëndim, edhe duhet ishe më i edukuar me demokracinë, për hir të vërtetës ka rënë për mua personalisht. E di pse sepse ne kemi të paktën 15 ose 20 vjet që shikojmë se si gjua e urrëties dhe gjua e bullizimit apo mashtrimi apo fake newsi për të manipuluar opinionin publik tashmë është domen i rrjeteve sociale kudo në botë. Është domeni online kudo në botë. Dëgjoj. Ajo rrjetet sociale në Amerikë maksimumi mund të thot fuck you. Kaq, nuk shko, do të qis syt, do të qis vetlat, do të bëj grun, do të bëj goce, të vdek goca jote, vdek djali jote. Sepse nuk kanë,
nuk janë qenë humane në radhë parë. Shiko, kërcënime me vdekje, edhe aksion për të vrarë. Nuk ka dhe ka pasur Amerika dhe ka gjithkohë. Ka. Nuk është kjo lloj parajse duhet të them. Jo, nuk është parajse. Edhe media ka probleme të mëdha sot në Amerikë. Ti e di, besueshmëria e medias ka qenë vitet 78%, tash garake 21%. Po, sepse është pikërisht kjo luftë e mediave alternative ndaj mediave tradicionale, ku natyrisht edhe media tradicionale kanë çedimin e tyre, po kjo është tjetër bisedë në lidhje me analizën e mediave. Ju thatë në fillim me shumë rëndësi që na shënësor nuk e shohin njëri tjetrin, me urrëtie kudo. Jo, nuk është instinktive e njeriu, domethënë kur jeni ascensor ti mundohesh të përjosh një kufit tëndin të unë vere kur vim në aeroport e shoh gjithë botën në të relaksuar njerëz të edhe kur të vinë me për taksi. Taksi! Po prit më valla, sa prit. Domethënë ka një lloj shqetësimi gjatë gjithë kohës, një lloj nuk janë të relaksuar, njeriu rbulet më relaksohet, mendo. Është një bombardim për të kontinentin në gjitha drejtimet. Si mund të bjerë ty pse ti mendon ndryshe, pse ti je kundra protest, ose unë që jam pastaj këto flasin për liri, për demokraci. Po ç'është demokraci, këta dhunojnë pa marrë pushtet. Imagjino me marrë pushtet ç'a bëjnë këta. Është bukur se ti ke punuar në studio, mban mend filmin e komisarit Memo, i tetin bronz, dhe ka një moment që komisari Memo veten mes të fshatit dhe ai tregtari po shiste krip fshatarëve që po ja shiste shtrenjt. Dhe ky ja konfiskon kripën dhe jep nga gjysmë moke krip të gjithë fshatarëve. E ky shkreti me drejt i thot, ore, po paratë e mia, i thot se e kam blerë unë këtë kripën, i jep një cop letër ai dhe i thot, merre këtë kur çlirohet Shqipëria, do vish ti marrësh paratë. Dhe ne atëherë kemi pas, ty të kujtohet, kemi pas batut, kur thoshim do i marrësh kur çlirohet Shqipëria, do mos ke për ti marrë asnjëherë. Po ama komisari Memo i propozoi, i premtoi këtij që do ja jepte parët e kripës kur çlirohet Shqipëria. Ndërsa këta të premtojnë kur çlirohet Shqipëria që do bësh i Vitburg. Është ndryshim shumë i madh midis revolucionarit Memo dhe këtyre revolucionarëve të sotshëm. Bile këta afrojnë më tepër me talibanizmin. Kjo do një pjesë, do të mbetemi, megjithse, shiko, edhe kondensimi i protestës tani në fakt ka nxjerrë një thelb i cili nuk është ai thelbi që shumë njerëz mendonin fillimisht, në kuptimin e atyre që ka radhë, po të shoh ato zëra që mund t'i quajmë intelektual. Këtë fjalën intelektuale kam vdekje. Nuk përdoret në fakt në Amerikë. Ka shoqata mjekës, shoqata gazetarë, shoqata. Pundit. Po, fjalë intelektual vjen nga lindja, nga Rusia. Inteligjencia. Tashti problemi është kjo protestë ana kallëzoi edhe i herë që ne kemi një mungesë elite dhe kemi pas historikisht. Sepse ishte një moment që mund të futej ajo që thatë ju që mund të jepte një drejtim politik, mund të jepte një besueshmëri kësaj proteste, kësaj revolte që me drejt. Pse në momentet më delikate të historisë ne nuk arrim prodhim një gjë të mirë. Shiko, siç 90-ën prodhon këtë që prodhon. Këtu do të referohesha, sepse ja referuar shumë protestës viteve 90. Kjo protestë në një lloj kuptimi është për nga qëllimi i përmbysjes sistemit, për ata është e ngjashme me protestën e 1900. Nuk ka, domethënë ta pranojmë. Për hir të argumentit ta pranojmë, kështu siç e pretendojnë ata. Por se nuk jemi në të njëjtin kontekst kohor, në të njëjtin i lëmë gjithë ato e pranojmë kështu siç është. Por domethënë për funksion të kësaj që po flasim. Por çfarë ndodh në këtë? Po shikosh, në 90-ën ishin studentët dhe studentët konviktor, të cilët e nisën këtë histori. Dhe edhe aty u nis nga dritat, s'ka drita ushqimi në mes e kemi diskutuar, nuk jam dakord. Dgjoj, këtu është gjithë misinterpretimi dhe falsifikimi që është bërë vjetorit, sepse nuk fillon aty Alban. Fillon me atë teorinë Reagan, jo, as Dykoriku, çfarë Dykoriku, as Dykoriku, as fillon me Reaganin, me shëmbjen e sistemin domino. Dhe ne ishim guri i fundit i dominos. Dhe ndodhi Ceausescu, pastaj fillon revoltat, pra nuk është që e fillon studentët.
që këtu bëjmë, sepse këte e përdorën falë, se këte histori e njoh shumë mirë se e kam përjetu orë në orë, moment. Edhe këtu spekulon Berisha, spekulon Partia Demokratike, spekulojnë studentët, spekulojnë gjithë në këtë dhjetor. Dhe fakti që dhjetori prodhoi një gjë të tillë, tregon se të gjitha këto janë të vërteta dhe janë pjesë e diskutimit, por për hir të argumentit po e thjeshtoj të gjithë narrativën për të dalë në një konkluzion. Prandaj po e marr pa i vënë asnjë dyshim narrativës së thjeshtuar. Pra, studentët u ngritën për dritat, për ushqimin në menc, dhe brenda asaj pastaj u fut edhe fjalori politik, liri, demokracie. E duam Shqipërinë si Europa. Tani ç'a ndodhi? Në moment fjalori liri demokratike që filluan Shkodër, Kavaj, prandaj nuk dua ta infektoj me mbahet të thjesht sepse dua të dal në një konkluzion. E para, ata student nuk kërkonin përmbysjen e sistemit, por nuk i tha Ramiz Ali si jep dorëheqje. Ja. E dyta e punës, kërkonin takim me Ramiz Alin dhe donin të bisedonin me Ramiz Alin. E treta, që është më e rëndësishmja, dhe këtu futemi tek pjesa e intelektualëve, erdhi një moment që ata thanë, shikon, ne jemi student dhe ne nuk dim, nuk marrim vesh nga politika, na duhen ca njerëz më të mençur dhe thirrën profesorët e tyre, të cilët ju bashkuan lëvizjes. Dhe kështu profesorët erdhën nga Komiteti Central. Po e mbajmë narrativën e thjeshtë. Pra, profesorët i thirrën studentët sepse donin një përfaqësim më dinjitoz përballë Ramiz Alis. Dhe ndodhi ajo që ndodhi. Ramiz Alia nënshkroi pushkatimin e sistemit komunist, sepse në momentin që ai liroi krijimin e partive politike në Shqipëri, pra hapjen drejt pluralizmit, ra sistemi komunist në vetvete, në koncept, në mekanizëm. S'kishte rrugë, kishte shku shetor, nuk kishte kushtojmë. Ramiz Alia u dorëzua përballë studentëve të artikuluar qartësisht se çfarë kërkonin. Tani ç'a ndodh me protestën, prandaj duhet të dalë këta e nisën këtë, por duhet ishin aq të mençur sa të thoshin, ore, ne nuk na duhen këta që flasin për ditë këtu edhe thot gjithë secili hallin e vet, duke e bërë këtu një seancë publike pa kënaqësish qeveritare për qeverim. Na duhen disa njerëz të mençur. Na duhen të afrojmë intelektualët këtu dhe të fillojmë dhe të përpunojmë teza me të cilat do i rrim përballë. Ku janë intelektualët? Dhe ti, po pikërisht pra sepse nuk mund të afrohet intelektuali ndërkohë që shikon një ambient hostil. Ore, pse nuk del elita më vëlla? Ku do dalë elita? Se edhe në 90-ën e nuk prodhuam elitë. Po ku të dalë elita? Se nuk do ti e morë për ta bërë thjesht logjikën. Por pluralizmin nuk e dorëzoi Ramiz Alia. Pluralizmin e transformoi Ramiz Alia për shpëtu veten. Pluralizmi u kriju mrena partisë komuniste. Pranes e diku e kam se bashkë kemi bisedu gjatë librin e ke lexu. Problemin e kam këtë që ne kemi një kulturë të manipulimit dhe të falsifikimit historisë. Po tjetër gjë kjo, syç jemi në tjetër argument tek kjo nëse pranë ne nuk e shohim kurrë realitetin. Edhe kjo protestë është manipuluese. Po mirë pra, dakord, a më pyete ku janë intelektualët? Ku i doje intelektualët? Në qoftë se kjo protestë është manipuluese dhe është e manipuluar, intelektualët nuk afrohen. Po janë afruar intelektualët. Po janë afruar Lubonja, është afruar X, Y. Tos Lubonja është një aktivist i vjetër, më shumë se natyrisht ai është intelektual në kuptimin e librave që shkruan etj dhe nuk ka mohon njëri. Absolutisht, librin e ridënimi e ka libri më i mirë. Por ai në këtë rast është një aktivist i cili e ka hapësirën e vet, sepse me sa di un Lubonja është shumë afër dhe është ushqyes me teza i partisë Arlind Qorit. Kështu që në këtë lloj kuptimi ai është aty, por ore, pse nuk e morën këta ta drejtonin këta proteste? Pse të gjithë BMI-let i rinin vërdall? Këto që më dalin se me qira mohabeti Lubonja, këto që më dalin si preletar. E që do të marrin pasuritë. Po pasuritë e veta i kanë pa në herë këto. Duke filluar me gazetar, me analista, me intelektual, i kanë pa pasuritë e veta. Dhe si i kanë bërë këto pasuri? Duke filluar kemi përmend me vilat në Palas, me vilat në Rolling Hills, tashti,
se ka një immoralitet këtu. Shiko, Ka një immoralitet. qenia këtu. njerëzore, Jo, për ne janë nuk janë besuar shumë ke unë, se është demagogji. e di shprehjen e famshme të Churchillit, ka një shumë të bukur. Në kohën që Gjermania ishte në ekspansion të plot, Gjermania naziste flas. Kishte pushtuar gjithë Europën dhe po kërcënonte, po bombardonte dhe kërcënonte të pushtonte edhe Britaninë e Madhe. Dhe një aktor i famshëm, aktor komik i famshëm në atë periudhë takohet me Churchillin. Edhe në bisedë sipër Churchilli i thotë, jam shumë i sigurt, i thotë, ne do ta fitojmë këtë luftë, thotë. Hitleri do të mundet, thotë, dhe neve do triumfojmë, thotë, kjo është e padiskutueshme. Ndërkohë që realiteti tregonte një situatë komplet tjetër. E di që atë fjalim që i ka marrë ka qenë tap komplet. Dhe shokimi i aktorit të shkret ishte, më fal zoti Churchill, i thotë, po si ka mundësi që ju jeni kaq i sigurt. Dhe përgjigja e Churchillit ishte me 3 fjalë: historia, historia, historia. Unë lexoj histori, tha. Unë e di se çfarë do të vi. Kjo ishte. Tani çfarë dua të them me këtë? Në përgjithësi, e keqja është që njerëzit nuk lexojnë shumë histori, ose edhe kur e lexojnë e harrojnë historinë. Revolucionet në përgjithësi janë bashkuar shumë njerëz aty, shumë njerëz që kanë pas ideale, shumë njerëz që kanë qenë në konflikt interesi me origjinën e tyre, me veten e tyre, me atë çfarë ishte e tyre. Djemtë borgjezisë bën revolucioni. Po të gjithë harrojnë që revolucioni vjen një pikë që ha dhe bite tjera. Kështu që në këtë lloj kuptimi mos bëj pyetje, hajde flasim për pasuritë e tij, hajde flasim për pasuritë e këtij. Më mirë se kushdo e ka provu Lubonja këtë. Sepse të gjithë mendojnë që revolucioni do ndalojnë aty ku duan ata. Po nuk e dinë që revolucioni po fillojnë ndalon aty ku i do qefi atij dhe pasi të ketë bërë ai dëmet e vetë. Edhe prapë kthehet revolucioni që habite vetë. E mbyllim me këtë. Të duhet shumë faleminderit. Faleminderit.